Me rastin e nisjes së kreshmës së madhe, kryetari i Bashkisë Ilir Xhakolli priti në një takim klerik të kishave në qytet dhe fshatrave të Pogradecit, me të cilët shkëmbeu urimet me rastin e kësaj periudhe të rëndësishme shpirtërore për besimtarët ortodoks. Gjatë takimit është zhvilluar u theksuar rëndësia e kreshmës si një kohë reflektimi, përkushtimi dhe solidariteti. Kryetari i Bashkisë vlerësoi rolin e komuniteteve fetare në forcimin e harmonisë, bashkëtesës dhe vlerave njerëzore, duke nënvizuar kontributin e tyre të vazhdueshëm në jetën sociale dhe shpirtërore të komunitetit. Gjatë bisedës u ndalën edhe te sfidat dhe nevojat e komunitetit, si dhe te bashkëpunimi i ndërsjellët për nisma që synojnë mbështetjen e familjeve në nevojë dhe promovimin e vlerave të solidaritetit e mirëkuptimit. Në përfundim të takimit u përcollën urime të përzemërta që kjo periudhë e shenjtë të sjellë paqe, shëndet dhe begati për të gjithë besimtarët, si dhe më shumë dashuri e bashkim në çdo familje.